Komedia Dy dashuri dhe një veshk është ngjitur në skenën e qendrës kulturore në Pogradec, duke sjellë për publikun një ndërthurje të humorit me dramën e përditshmërisë. Në regjinë e Guri Koços, vepra trajton tragjikomizmin e dy personazheve që ndonë se përballen me vështirësi ekonomike, mbeten të pasur shpirtërisht. Shfaqja ka në qendër të saj dhe është një hymn për miqësinë. Sot, në kohën e sotme kur gjithçka po shkon drejt degradimit, sidomos miqësia, kjo përpiqet t'ju tërheq pak vëmendjen njerëzve. Dhe t'ju thotë që nuk është pasuria ajo që i bën njerëzit miq. Është zemra, është shpirti. Aktorët e vlerësojnë këtë shfaqje si një përvojë të veçantë artistike, e cila ka sjellë emocione dhe reagim pozitiv nga publiku. Kemi realizuar një shfaqje të bukur, puna e regjisorit ka qenë e madhe. Kemi punuar me aktorët e tjerë, jemi ndjerë shumë mirë, me një vajzë të re dhe një djalë nga Pogradeci. Mendoj që kemi bërë diçka të bukur dhe shpresojmë që do ndiqet. Është privilegj i madh për mua që të jem me një kast aktorësh profesionistë, siç e thatë dhe unë jam një aktore amatore si fillim, dhe gjej rastin të falenderoj regjisorin ton Guri Koço që më dha mundësinë dhe më zgjodhi mua që të jem pjesë e kësaj shfaqjeje. Pas suksesit në Pogradec, komedia pritet të vijojë turin në qytetin e Korçës, ku do të ngjitet në skenë nga data 26 deri në 29 mars.